Pini një gotë nga kjo çdo ditë dhe do ndiheni si 20 vjeç pasi shëron çdo dhimbje. Pothuajse të gjithë njerëzit kanë patur probleme me dhimbje të muskujve në një pikë të jetës së tyre. Këto dhimbje mund të përfshijnë gjithashtu ligamente, tendina, indet e buta dhe muskujt, kocka dhe gjithashtu organet. Këta dy përbërës, kanella dhe mjalti kombinohen si një ideal i fuqishëm anti-inflamator për ta pirë në mëngjes. Nëse në këtë përzierje ju do të shtoni edhe ginger, atëherë ju do të keni një ilaç të mrekullueshëm i cili do t'ju lejojë t'ju lehtësohet dhimbja. Recetë për dhimbjen e muskujve. Ja përbërësit që juve do t'ju duhen: një lugë gjingjeri freskët ose një pjesë e kësaj. Përgatitja dhe mënyra e përdorimit: ngroheni ujin, kur ajo është në val, hiqeni atë nga të nxehtit dhe shtoni fetat e xhenxhefilit së bashku me filizin e kanellës. Ndërkohë, duhet të keni parasysh se ta mbuloni enën ku përbërësit janë depozituar dhe ta lini të qëndrojë për 10 deri në 15 minuta. Kur të ketë kaluar 10 minuta, çajin merreni dhe kullojeni për të hequr pjesët e mëdha. Ju mund të shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar dhe për të shtuar të gjitha përfitimet derisa dhimbja që keni të lehtësohet. Receta me vezë për dhimbje gjuri. Sipas ekspertëve, dhimbjet e gjurit janë një nga nyjet më të rëndësishme në të gjithë trupin ton, janë gjunjët, meqense na ndihmojnë me lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre mund të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë njëkohësisht lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit, ju duhet që të veproni shpejt, sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet të cilat mund të sjellin tek gjunjët tanë. Në këtë video ju do të mësoni për një ilaç shumë të rëndësishëm i cili është në gjendje të qetësojë dhimbjen në gjuhë dhe po ashtu në këtë video ju do të mësoni një ilaç natyral shumë të rëndësishëm i cili do t'ju qetësojë dhe do t'ju relaksojë nga këto dhimbje, por ju fillimisht duhet të jeni të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mundet që të shkaktohet nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe njëkohësisht artriti. Prandaj le të mbani shënim për këtë recetë fantastike. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e verdhë veze, 2 lugë krip, fash elastike. Rrijeni të verdhën e vezës dhe e përzieni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni atë direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet që të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet ta kryeni këtë praktikë me fasha rreth 4 herë në ditë. Ndërkohë, sipas ekspertëve, osteoartriti është një nga format më të përhapura të artritit tek të rriturit, njihet si sëmundje reumatizmale e cila prek kyçet dhe gjunjët. Osteoartriti prek rreth 10% të burrave dhe 13% të grave tek mosha mbi 60 vjeç. Kjo sëmundje mund të shkaktohet nga faktorë të jashtëm siç janë dëmtimet ashtu edhe deformimet. Ndërkohë, keni parasysh se nuk ka ende një kur specifike për kurimin e kësaj sëmundje, e cila shkakton fryrje dhe gjithashtu vështirësi në lëvizje dhe dhimbje të vazhdueshme. Mjekët shpesh rekomandojnë qetësues për të ndaluar dhimbjen apo edhe zëvendësimin e gjurit me anë të operacionit. Gjithsesi, këto trajtime kërkojnë një kohë të gjatë shërimi, por ne këtu do t'ju tregojmë disa këshilla se si ju të mbani nën kontroll dhimbjen e gjunjëve. Si fillim, ndikimi i ushqimit. Një studim i ri krahasoi 2 lloje dietash,
një me pak karbohidrate dhe një me pak yndyrë. Rezultatet e studimit treguan se personat të cilët ndoqën një regjim ushqimor me pak karbohidrate patën më pak simptoma dhimbjesh gjatë ditës. Studimi u fokusua në 21 të rritur mes moshave 65 deri në 75 vjeç të cilët vuanin nga osteoartriti i gjurit. Pjesëmarrësit në studim ndoqën njërën nga 2 dietat për 12 javë rresht. Ekspertët zbuluan se niveli i hormoneve që paksojnë dhimbjen ishin më i madh tek personat që konsumuan më pak sheqer dhe karbohidrate të tjera. Kështu rekomandohet një bazë e caktuar ushqimesh të cilat ndihmojnë në lehtësimin e kësaj sëmundje. Ja ushqimet që duhet të konsumoni. Ne ju këshillojmë që ju të konsumoni mish të bardhë si për shembull ai i pulës. Peshku dhe vezët janë gjithashtu ushqime me shumë pak karbohidrate. Tek perimet mund të zgjidhni mes perimeve jeshile, kryesisht spinaqit, njësoj si për shembull molla, boronica apo lule shtrydhe. Konsumoni rregullisht kosin, qumshtin e freskët dhe gjithashtu prodhimet e djathit duke bërë kujdes me sasinë e konsumit në to. Ndërkohë, dhimbjet e gjurit gjatë natës janë akoma edhe më të forta, duke qenë se trupi juaj pushon dhe simptomat të tjera duke përfshirë inflamacionin, mungesën e fleksibilitetit dhe vështirësia në lëvizje, vihen akoma edhe më në pa. Inflamacioni i tendinave prek kryesisht njerëzit të cilët janë mbi peshë ose ata të cilët merren me sport intensiv. Këta njerëz kanë dhimbje të herpashershme të gjurit gjatë natës kur trupi është në pushim. Kurat natyrale kundër dhimbjes së gjurit. Kompresat e ngrohta. Kompresa e ngrohtë mbi gjuhë ndihmon në largimin e dhimbjes në mënyrë natyrale. Kompresa duhet mbajtur në gjuhë për 15 minuta. Shafrani indist. Shafrani indist, i cili është më efikas se medikamentet si ibuprofeni, mund të konsumohet çdo ditë për të zbutur simptomat e artritit dhe dhimbjet të gjurit. Atë ju mund ta pini çdo ditë për të zbutur simptomat e artritit dhe dhimbjet në gjuhë. Ndërkohë, mund të konsumoni xhenxhefil. Konsumimi i rregullt ditor i xhenxhefilit ofron gjithashtu një zbutje të ndjeshme të dhimbjes së gjurit gjatë ecjes dhe pushimit të trupit. Zgjini 1 centimetër xhenxhefil në një gotë me ujë. Si të parandaloni gjithashtu dhimbjen e gjurit gjatë natës. Mjekët dhe ekspertët rekomandojnë që ju të ndiqni këto hapa për të reduktuar dhimbjen e gjurit gjatë natës. Siguroni që të flini në një shtrat të rahatshëm, i cili ju mundëson pozicione të qeta të gjumit. Dhe gjithashtu duhet të keni parasysh që të bëni një dush të ngrohtë përpara gjumit, i cili gjithashtu do t'ju ndihmojë të relaksoheni. Mos pini alkool ose kafe përpara gjumit. Mbajini këmbët pakës të ngritura duke vendosur një jastëk. Mos kryeni aktivitet fizik të paktën 3 orë përpara gjumit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.